Thot kënaqësia e Allahut është e fshehur në adhurimin dhe në nështrimin ndaj Tij. Andaj mos e braktis adhurimin, ibadetin ndaj madhnisë së Allahut, se nuk dihet ku e fiton kënaqësinë e Allahut. Do të thotë mush zemrën me iman dhe me ibadet. Se nëse e mush zemrën me ibadet, ti nuk je stres, ti nuk je dert. Mbi 1000 vet në Republikën e Kosovës, prej 2001 deri në 2018 kanë bërë vetvrasje. Afër 3470 tentim vetvrasje. Pashallah, na i shka ka iman as që i shkon menja me bo këtë punë. Po kur del imani i trive ton prej zemrës dhe e mush me piksënimin se unë du të mu kanë milioner mrena natës me drogë, me shit, e me kamat, e me vjedhje, e me tradhti, atëherë ti ki me kësi pi urës, e pi qëtatit katë, e pi tretit katë. A ka lajme ndo një ditë në portale që nuk del u vetvra filani, bani vetvrasje filani, e vrajten filani? Pse vjen kjo? Për shkak mungesës edukimit me Allahun e Madh, mungesës imanit dhe piksënimit, se ne nuk e kemi një kategori e njerëzve, nuk e ka piksënimin me eduku veten dhe evladin e vet, wala tamutunna illa wa antum muslimun.